Pas pak momenteve do ta lëshojnë territorin e Kosovës. Janë këta mërgjimtarët që të hënën morën rrugën drejt vendeve evropiane. E dikush tjetër përshëndetjet po i vazhdon ende përmes telefonit. Të gjitha këto u pan të hënën në pikën kufitare të mërdarës. Por edhe këtë vet nuk po mungojnë kolonat e gjata. Wallahi që dyur. Tek dyur kim. Që ata të qena me fëmijët mua vetë e betë s'ka problem, për 2 orë, 3 orë s'ka problem, po jo me fëmijë, se në fëmijë pa lodhen, se na betë me përballom diçish. E për një mërgjimtar tjetër nga Gjermania, pritet janë bërë të bezishme. Kjo me që pushimet në Kosovë po i përfundon çdo vit në këtë mënyrë. Vitin i kalum ka pas më pak kolon, si vjetin e prej orës 7 mëngjesit deri tani. Ina tu prit tash, avash u afrutëm edhe pak. S'na ka mbet shumë. Po janë pak bezishme të drejtën se kështu. Pastaj ka konflikte. Futit dikush pak si para dhe bërtasin të jetë shumë. Ne tolerojmë, po ka tjerë që s'tolerohen. Pritja deri në 3 orë për të dalë nga Kosova për një mërgjimtar tjetër është problemi i fundit gjatë pushimeve. Vallai veç familja se për ndryshe s'ja vlen nga të theme ardhë. Shtërëtej e madhe, ma si parrim. E dikush tjetër kohën e pritjes vendosi ta kalojë në këtë mënyrë. Ndërka qendra kombëtare për menaxhimin kufitar ka përditësuar të dhënat e fundit duke njoftuar se është rritur koha e pritjeve në disa pika kufitare për të dalë nga Kosova. Përveç në Mërdar, kolona janë krijuar edhe në pikalimet kufitare të tjera.